Kategoria e parë ka mbyllur ndeshjet e javës së 5 të kampionatit. Pogradeci mposhti në transfert Kuksin me shifra 3-1. Pogradeci i Ardian Memës nuk ka pasur probleme në Kukës Arena ndaj Verlindorëve. Liçenërorët e kanë gjetur 3 herë rrugën e rrjetës me Ezelel në minutën e 3, 30 dhe Kazem, ndërsa tek Kuksi ka shënuar me Ulson Junior. Tani vëmendja më e madhe e tifozëve dhe trajnerit do të jetë përballja mes Skënderbeut dhe Kuksit në Korçë, ku pas një viti ekipet do të sfidohen sërish mes tyre, këtë herë për llogaritë e kategorisë së parë, ku në lojë do të jenë 3 pikët e javës së 6 të kampionatit. Kujtojmë se ekipi i Kuksit përkalon një periudhë sfiduese në këtë sezon, ku rezultatet e fundit nuk kanë qenë në lartësinë e pritshmërive. Pas fitores premtuese në javën e parë ndaj Apollonisë në shtëpi, Verlindorët nuk kanë arritur të ruajnë vazhdimsinë, duke u ndalur në 3 ndeshje pasuese, 2 humbje në transfert ndaj Borrelit dhe Iliris, si dhe një barazim me Lushnjën në Kukës Arena. Pas javës së 5, Kuksi renditet në vendin e 10, ndeshja edhe humbja ndaj Pogradecit më shumë se një rezultat tregoi se ku qëndron realisht Kuksi në këtë sezon.